Në këtë deklaratën e Beogradit, zyrtar, thuhet që nuk ka asnjë vlerë juridike, nuk ka asnjë vlerë të së drejtës. Çfarë thot, po themi, e drejta ndërkombëtare për këto lloj marrëveshjesh? Këto janë marrëveshje që bëhen mes shtetesh dhe duke qenë se shtetet reciprocikisht, duke qenë problemi i Kosovës, e njohin Kosovën, automatikisht janë marrëveshje trilaterale në këtë rast, të pranuara ndërkombëtarisht. Serbia më shumë ka një deklaratë dizinformuese dhe presionit, duke qartë në mënyra se si e ka artikuluar, në të cilën kërkon me do e mos të bëhet faktor për diçka që ajo po e sheh si kërcënim tashmë. Dhe kjo vjen edhe në vazhdën e protestave të Beogradit. Jep gati paralajmërim, thot, ne presim, thot, një përgjigje urgjente nga Zagrebi dhe Tirana për qëllimet reale të kësaj loje të rrezikshme ushtarako siguria. Pra, do të thënë, duke e lexuar apo nga dekriptimi serb, kuptojmë rëndësinë e kësaj marrëveshje trepaqe. Ka rëndësi, sepse kjo tregon që situata brenda forcave politike, qeverisëse të Serbisë është tashmë e lëkundur në raport me alatët. Ka vlerë juridike. Patjetër, brenda shteteve pa dyshim që po. Që Serbia thot nuk ka asnjë vlerë. Ajo është totalisht dizinformim që Serbia e hedh si ushqim. Dakor.